A keni ndjerë ndonjëherë se diçka nuk është si më parë? Se bota po ndryshon më shpejt se sa duhet. Profeti Muhammed a.s. pa e lajmëroi për kohra të çuditshme kur shenjat e fundit do të shfaqeshin një nga një. Dhe kur i shohim ngjarjet sot, pyetja lind vet: a jemi duke jetuar në kohën e shenjave? Profeti a.s. paralajmëroi se para fundit të botës, padrejtësia do të përhapet kudo. Shikoni rreth jush, luftra që nuk mbarojnë, fëmijë që vuajnë, njerëz të pafajshëm që paguajnë çmimin e ambicjes së të fuqishmëve. Gënjeshtra shpërblehet, e vërteta shpesh heshtet. Por kjo shenjë nuk është vetëm për të na friksuar, është për të na zgjuar. Dikur shumë zona të Shkretëtirës ishin të thjeshta. Sot, ato zona kanë qiell gërvishtës, ndër më të lartët në botë. Ndërtesa që sfidojnë yret, kullat që synojnë qiellin. A është kjo vetëm zhvillim ekonomik apo paralajmërim? Profeti Muhammed a.s. tha se para fundit koha do të shkurtohet. Dita kalon si orë, java si ditë, viti si muaj. Fëmijët rriten para syve tanë, vitet zhduken pa e kuptuar. Koha është bekim, por kur humbet pa vlerë, bëhet dëshmi kundër nesh. Askush nuk e di se kur do të vijë fundi, por shenjat janë reflektim. Pyetja nuk është se kur do të ndodhë, por nëse do të ndodhë sot, a jemi gati? Në një botë që ndryshon çdo ditë, mbetet vetëm një gjë e sigurt: çdo shpirt do ta shijojë vdekjen. Abonohu për më shumë video si kjo.